kombit. Në këto momente kanë nisur edhe fjalimet e pjesëmarrësve të kësaj proteste dhe ne do t'i ndjekim. Kam lindur dhe jam rritur jashtë Shqipërisë dhe nuk kisha menduar kur se do kthehesha në vendin tim për të protestuar për fjalën e lirë. Mendoj se këtë luftë e fituan prindërit tanë më shumë se 3 dekada më parë kur rrezuan diktaturën. Por jo. 12 vitet të fundit kemi parë se si një qeveri që urren të ri, ata që mendojnë ndryshe dhe fjalën e lirë, ju ka marrë shqiptarëve gjithçka. Të rinjt sot vuan nga papunësia, korrupsioni dhe mungesa e shpresës për të ndërtuar jetën dhe familjen në këtë vend të bekuar. Qeveria e cila mban rekordin e zi për numrin më të lartë të azil kërkuesve në Europë e shikon si armikun kryesor TikTokun. Por jo të dashur miq, ky është vetëm një moment dëshpërimi e kësaj qeverie që kërkon të na shpërqendrojë dhe të fshehë hallet e vërtet të një popull të vuajtur. Nuk është TikToku që vret, por është mungesa e një vendi punë. Nuk është TikToku që vret, por është sistemi arsimor i degraduar. Nuk është TikToku që vret, por janë ilaçet që mungojnë në spital. Nuk është TikToku që vret, por është krimi e korrupsioni. Nuk është TikToku që vret, por është kjo qeveri që vret shqiptar çdo ditë në shumë mënyra. Jemi këtu për të thënë jo censurës, jo kontrollit qeveritar dhe po lirisë. Duan të na mbyllin gojën, le të flasim më fort. Duan të na kontrollojnë, le t'ju tregojmë se Shqipëria nuk është një aplikacion që ata mund të fshin kur ty tekët. Prandaj, ne sot duhet të jemi më të bashkuar se kur për rinin, për familjen, për memedheun tonë Shqipërinë. Faleminderit. Tani, duhet të ftoj në skenë Artminisa Zenuni, gjimnaziste. Po, patjetër. Për nga tjeta gjithve, nuk jam i dhunshëm, por nuk duroj dot. Zonja Zotrin djem vajza më të tash. TikToku, ta heqim tikun dhe lëm tokun? Të jemi tok bashkë të tërë? Më besoni është më mirë, më bukur kështu. Tani, ky nuk ka i natë me TikTokun, po ky që i rëndë damlaja aty ku është, ky nuk ka i natë me TikTokun, po ky ka i natë pse ne kemi TikTok. Sepse nuk e administron ai, sepse është ai që i bën të tëra, ai që një ditë do na heqi dhe ajrin, njerëz. Po për TikTokun o pse se erdhët? Çfarë ka bërë TikToku? Ku jini, si jini, pse jini? Nuk bëhet gjë pa protest. Po marrë si model, i duam apo nuk i duam. Po grekrit e dogjen Athinën, e përvëluan. Për një gjë që kisha ndodhur 5 vjetë më parë. I duam apo nuk i duam serbët. E shkyen qeverin, nuk di ku të futet ai Vučić. Po pse neve dele, neve me sa di unë nga historia, nuk jemi fis delesh. Ne jemi trima. Trima, ja unë jam një trim, në llojin tim jam një trim, se i dal ball për ball ati, nuk më dridhet qerpiku. Të hidhet për pjetë të hidhet, u dua shumë. Doktor, shëndet, suksese. Nga ini dhe nga sini, ju që do merrni pjesë në votime, duhet merrni pjesë pa tjetër, dhe që kandidoni, ju a bëf Perëndia diell dhe mbase i kthehet mendja popullit shqiptar, me gjithë socialistët të votojnë për këtë që quhet ndryshim, se vdiqëm.
Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Përshëndetjet më të përzemërta lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Demokracia lullëzon në tokën e lirisë të shprehjes, kur fjalët, idetë dhe mendjet janë të lira. Censura është një hije e errët që kërcënon të mbulojë dritën e demokracisë. Në një shoqëri demokratike, çdo individ ka të drejtën të shprehë mendimet e tij, të kritikojë, të debatojë apo dhe të kërkojë ndryshim. Censura e shkel këtë të drejtë themelore dhe krijon një atmosferë frike. Ajo është një armë e rrezikshme që përdoret për të heshtur zërat tanë. Ne duhet të qëndrojmë të vendosur për të mbrojtur lirinë e fjalës dhe të ndihmojmë në çdo formë censurën që na kërcënon të na privojë nga kjo e drejtë e çmuar. Në një shoqëri demokratike, censura duhet të trajtohet me shumë kujdes dhe të mos lejohet të përhapet. Në vend të saj duhet të promovohet liria e shprehjes dhe të mbrohet e drejta e çdo individi për të shprehur mendimet e tij pa frikë. Faleminderit. Bismillah. Përshëndetje Shqipit dhe Allahut. Përshëndetje dritë e kombit. Përshëndetje syri i Shqipes. Përpara se të hyjnë të univers. A dini me ditë disa sekrete. Atë bro? Për çka keni orën këtë dënjona? Për me ditë mrekullitë e Allahut. Prandaj shikojeni si janë shpopullu krejt, fëmijët tanë, ku i kena? Në përbut. Allahu në ka mush. Prajri me vlad, për t'i gëzu, jo e për t'i tret në përbut. Allah në këtë vend, kena prezencë, Ademin dhe Havon. Këtu i kena. Jo për t'i sekundë. Një sekundë me i ka dojnë një jartë. Kini durim se nota është jona. A të në me ditë, mrekullit. A të në me ditë. A dhe me ditë mrekullit e Allahut. Ku ndodhe na? Ashtu dhe. Atëherën, Havon dhe thëtë, kretë eksistenca Allahut është në Havon. Është një ke Havon që e zbaton urin e Allahut, nërtë përsosën. Është një ke Havon që ne izbet kretë mirë të kësaj dërnjoje, ku e shikojmë me këta synë. Ku na furnizojnë me këtë oksigjen, ku na ushtjen me kretë mirë të kësaj dërnjoje që na i shikojmë. Ku dëgjojmë nëpërmjet kësaj Havons, Allahu Ekber. Elhamdulillah Allahut. Faleminderit. Tani ftoj në skenë Elida Rançi, studente. Përshëndetje të gjithë, qytetarë të lirë, të rinj e të reja dhe ju njerëz të mendimit të hapur. Unë jam Elida Rançi, vi nga qyteti i Peshinit dhe studioj në Universitetin e Mjekësisë. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të protestuar, por për të thënë të vërtetën. Një të vërtetë që Edi Rama dhe qeveria e tij duan ta fshin nga çdo ekran, nga çdo video dhe nga çdo rrjet social. Sot nuk është vetëm TikToku ai që po kërcënohet me censurë, por është e drejta jonë për të folur, për të kritikuar dhe për të nxjerrë në dritë realitetin që ata duan të fshehin. Edi Rama flet për progres, për teknologji, për inovacion, por çfarë bën ai në të vërtetë? Mbyll hapësirat ku të rinj kanë zërin e tyre, ku mund të shprehin zhgënjimin e tyre, ku mund të tregojnë se si vërtet jeton rinia shqiptare, jo në fasadën e bukur të propagandës së tij, por në realitetin e varfërisë, emigrimit dhe papunësisë. TikToku është bërë një platformë ku qytetarët e zakonshëm ka më shumë ndikim se mediat e kapura, ku një video e vërtet ka më shumë fuqi se një lajm të blera dhe të sponsorizuara nga qeveria. Dhe ky është problemi i vërtet i Edi Ramës. Nuk është çështja e sigurisë,
Nuk është çështja e edukimit të rinjve, sepse ai nuk është kujtuar për rinin kur iku gjysma e saj nga Shqipëria. As kur arsimi dhe shëndetësia ranë në nivele skandaloze. Ai kujtohet për rinin vetëm kur ajo fillon të flasë kundra tij. Po, e kuptojmë. Është e frikshme kur një qeveri e mbushur me skandale përballet me një brez që nuk ka më frikë. Është e frikshme kur propaganda shemet përpara një video që tregon të vërtetën. Është e frikshme kur një popull i lodhur nga gënjeshtrat nuk ka më durim për manipulime. Por ne nuk do të ndalemi, sepse sot mund ta heqin TikTokun, nesër mund ta censurojnë Facebookun, pas nesër YouTube-in dhe në fund mund na thonë se ne nuk kemi më të drejtë as të mendojmë ndryshe. Por ne e dim se e drejta e fjalës nuk varet nga një aplikacion. Është një e drejtë e lindur që nuk mund të ndalet me ligje të shkruara në zyrat e atyre që kanë frikë nga zëri i popullit. Edi Rama mund të fshijë videot, mund të bllokojë llogarit, mund të përdorë gjithë makineritë e tij për ta censuruar, por ai nuk mund ta fshijë të vërtetën. Nuk mund të ndalë revoltën e një populli që po zgjohet, nuk mund të ndalojë të rinj që po punojnë të jetojnë në një vend ku gjithçka është në kontroll e një pushteti arrogant dhe të korruptuar. Prandaj ne sot jemi këtu, jo vetëm për TikTokun, por për të drejtat tona, për të treguar se Shqipëria nuk është prona e njeriu të vetëm, por e popullit të saj. Për të dëshmuar se liria e fjalës është më e fuqishme se çdo dekret, se çdo kërcënim dhe se çdo tentativë për ta mbytur atë. Ne nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi dhe nuk do të dorëzohemi. Le t'i themi jo censurës, jo propagandës, po lirisë së fjalës, po të ardhmë sot të lirë. Faleminderit. Faleminderit Elida. Tani kam kënaqësinë të ftoj në skenë Lart Vasilin. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Liria e fjalës sot në Shqipëri mori goditjen më fatale që mbas viteve 60, në diktaturën më tegër komuniste të bllokut lindor. Në 112 vjet shtet shqiptar, ky është vetëm rasti i dytë ku qeveria dëshiron të diktojë kanalet e komunikimit dhe çfarë thuhet në to. Liritë e vërteta të individit nuk mund të ekzistojnë realisht pa një ekonomi të qëndrueshme dhe pavarësi individuale. Rilindja në 12 vjet keqeverisje është kujdesur për t'i mbajtur shqiptarët në kufirin e varfërisë, duke përbuzur pensionistët dhe duke dobuar popullatën më vitale. Edi Rama ka përgatitur ekuacionin e nevojshëm për ta kthyer vendin në autokraci. U deshën konsultime me 65.000 prindër dhe mësues imagjinar për të ndërhyrë drejt për drejt në lirit individuale të çdo kujt. Tashmë, Edi Rama premton se në mandatin e 4, me anë të konsultimit me 100.000 shofer, do i shpalli rrugët si shumë të rrezikshme dhe do të ndaloj qarkullimin në to. Gjithashtu, do të konsultohet me 200.000 analizë dhe gazetar të pavarur dhe do të shpallë lajmet dhe mediat si të panevojshëm. Dhe, me radhë derisa në fund mandatit 4, Edi Rama planifikon të konsultohet me 1 milion shqiptar për të shpallur opozitën pa vlefshme dhe për të vetë shpallur lider supremi shqiptarve. Partia Demokratike që në lindjen e saj e ka pozicionuar veten si mbrojtëse e fjalës lirë dhe e lirive themelore të njeriu dhe individit. Problemi nuk qëndron tek një aplikacion si që është TikToku, por qëndron tek paaftësia që ka qeveria nga njëra anë për të siguruar fjalën e lirë e nga ana tjetër për të vendosur filtrat e nevojshëm që mbrojnë fëmijët nga abuzimet. Ashtu si komunistët përdorën një kaos të drejtë për të ngritur një sistem të padrejtë, Edi Rama përdori një kaos të drejtë, siç ishte reflektimi nga humbja e jetës e një fëmie në dyert e shkollës, për të kryer një censurim të padrejtë me një prapavi politike e cila synon heshtjen e opozitës, që është qartazi dominuese në këto platforma. Dhe historia e vitit fundit tregoi se fushatat në botë u ndikuan drejt për drejt nga ekspozimi në rrjetet sociale. Edi Rama hyn në fushat pas një premtim, me lista të diktuara nga lëpirja ndaj tij ose nga bandat, me një skuadër të lodhur dhe me një mungesë të theksuar të energjisë alternativës. Partia Demokratike e ka bërë qartë, me ardhjen tonë pushtet,
shqiptarët do të ngrihen përtej kufirit varfërisë. Ne do të arrim të kujdesemi për pensionet, për pensionistët, për të smurit kronik, për të pamundurit dhe çdo stres tjetër të nevojë. Por programi ynë ka një lokomotiv shumë të fuqishme që do ta tërheqë atë. Dhe kjo jeni ju. Është rinia shqiptare, e cila e ka provuar kudo që është që ja ka dalë. Të rinë që janë këtu, ne do të sigurohemi që të qëndrojnë këtu. Dhe ata që kanë ikur, ne do të bëjmë çmos që ata të kthehen. Së bashku, ne do të ngrem me duart tona ëndrrën e një Shqipërie të madhe, të begat dhe të një dheu që lulëzon dhe ofron siguri dhe mirëqenie për banorët e tij. Vetëm me ju në krah, projekti i Shqipërisë madhështore do të bëhet një realitet i prekshëm. Në 12 maj, TikToku do të hapet dhe censura do të zhduket. Mos harroni, Shqipëria e smur ka nevojë për një doktor dhe jo artist. Rrofshi ju, rrof fjala e lirë. Fitore!